Një postim i fundit i këngëtares së njohur të muzikës popullore, Shyhret e Behluli, është bërë temë diskutimi në rrjetet sociale, ku qindra komentues kanë vënë re një ngjashmëri të dukshme me saj dhe banores së Big Brother VIP Kosova 4, Dolces. Dolce, e cila aktualisht ndodhet në shtëpinë e Grande Fratello, po fiton gjithnjë më shumë vëmendje, dhe duket se në këtë rast krahasimi mes dy figurave ka ndezur rrjetin. Ajo që ka rënë më së shumti në sy është stili i flokëve. Shyhretja, e cila shpesh përflitet për paraqitjet e saj të kuruara, këtë herë ka zgjedhur një stil që shumë njerëz e lidhen menjëherë me pamjen karakteristike të Dolces. Pamja e ngjashme ka bërë që sekuenca komentash të mbushin postimin e artistes. Më besoni, mendova se është Dolce, duke menduar që është Dolce, ja pas ke kaluar Dolces, janë disa nga komentet. Behluli, një prej emrave më të respektuar të muzikës shqiptare, vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes jo vetëm për karrierën e saj të gjatë, por edhe për mënyrën se si arrin të përditësoj stilin e vet, duke surprizuar fansat edhe pas dekadave në skenë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.